të tirujmë sa më të mira. Po, ndërkohë, zotri Vllasi, kur thatë se Vučić po tenton që të zhvendosë vëmendje në gjithë asaj se çfarë po ndodh atje në Serbi ka Kosova, dua që të minimizoj rastin e tij, dua të pyes pak edhe për protestat cilat po vazhdojnë. A mendon se po shkon Serbia drejt një qarje të thellë ndoshta politike, apo këto protesta Vučić do t'i kaloj lehtë? Nuk mundet mi kalu lehtë sepse që 6-7 muaj ajo që ka mund tjetë ma e shëndetshmja në një shoqëni, e që janë studentët, rinia e moshës studentore, janë rebelu kundër režimit Vučićit. Jo pse ka bo Serbia krime në Kosovë apo në Bosnë, po ju ka ardhë të huna qeverisja e mrenshme e Vučićit dhe Serbia, ajo Serbia vitale, dhe më thonë rinia, dhe janë të rebelum kundër režimit vetë për shkak të mënyrës qysh Vučići po e qeveris Serbin. Dhe më thonë për nevoja të vetat e jo për diçka tjetër, a i tasht mundohet dje par dje me represion, me e festojshin atë Vidovdanin që ajo është një fest fetare, edhe në ditë Vidovdanit në Beograd shkoj kë rmuja, policia, protestusit, gazi lëtsjelës, ashtu që kjo në Serbi nuk ka munal, por na të ashtu mujmi për cilë, se anët po mos mendojmë që shkon qeverisja, apo qeveria e Vučićit e saj përket Kosovës vjen në një më e mirë, ata çështjen e Kosovës që shto lap dajma kanë me folë, politika e Vučićit është drejt për zdrejt i vazhdimësi e politikës Miloševićit lidhur me Kosovën, por shqyqër zotit Serbia as nuk e ka atë fuqi që e ka pos, nuk e ka atë armatën që i theshmi armata popullore Jugoslave dhe mek, edhe që u rreshtun krejt, krah Miloševićit kundër Bosnës, kundër Kroacis, ma në fund edhe kundër nesh, nuk ka. Bëlqej zdi dikush për këtyre shqiptarve të Ljubitit e Presheves, dikush Serbi tha, nëse duhet Kosova o Serbi, nëse duhet edhe më ushtri, me hi, tha, po ushtria s'ka ku buna atje sa ato kazerme që janë konë 7 kazerme që janë në asnë për qytetet më të dhatë Kosovës, janë të zonën atë është ushtria e Kosovës. Ashtu që puna e rrezikut nga dhuna e Serbis ka kalu për Serbia që mos dhe të bën për destabilizimin e Kosovës për mrena. Unë i kam do informata rritë Kroaci shpeshe, po për cilin të na onë njerës, thonë që Serbia tash ndaj Kosovës e ka një qëllim caktum me mujt shqiptarët nërmje veti mi ngatru sa ma tepër, në baza partijake, në baza personale, në baza tjera, apo kuptën, na duhet karshi Serbisë. Jemi unik për çështjet mrenshme, mund të kem diferenca, por Serbia metet nuk e di mas vetë për sa me gjenerata si një kojshi i keq, ama kojshi me gjen e din, as nuk i thu mirë dita, as të mirë dita, kënaqësia me pas kojshin e mirë, por na e kemi fatin qashtu, na tash jemi shteti duhet mi bo hizmet, nuk janë të na shtetet të forta, as të na të dobta, na jemi qashtu qysh jemi, krejt më varet për neve. Por t'i kthejme dhe të përfundëri. Nëse vazhdojmë lojat për mrena qysh po bojnë njerë që i ka votu popli, me kuvende, me qeveri, atëhere nuk i kemi punë të mirë. Bota është trazu, nuk është kjo bota e para 30-40 vjetëve, hanë i luft në Ukrajinë që është luft në Evropë. Hanë lindjen e mesme Irane asi bota të na ondë është e trazume, Evropa ale është veni ma i qetë
duke përjashtu këtu çështjen e Ukrainës, po ajo mjerisht Evropë është, dhe na duhet të këshirum punë tona të arrujmë stabilitetin e brendshëm. Po, ndërkohë edhe një pyetje, zotri Vllasi, a do të ndryshonte diçka për Kosovën në rast se bie pushteti i Vučićit? A do të kishte ndonjë ndryshim për Kosovën? Dhe realisht, si do të vinte rrëzimi i Vučićit nga pushteti, nga një dorëheqje, nga këto protesta që po i shohim, nga një ndërhyrje ndërkombëtare, apo si, sepse e përmendet edhe ju se thatë se sot Vučići është më i dobët se kurrë? Kushdo që të vjen pushtet mas Vučićit, nuk thot Kosova është e pavarur, Kosova nuk i takon Serbisë. Jo, por kushdo që vjen mas ti nuk do të ketë kohë mu marrë me çështjen e Kosovës. Ata thojnë Kosova, ajo është prallë e vjetër, çështja e Kosovës thojnë sepse çashtu po shkruan në kushtetutën e Serbisë. Po unë vetë jem konë viktim e mbrojtjes pozitës kushtetuese të Kosovës, cilën e kemi pas, e që Serbia ka shkel me dhunë 89-ën, unë shkova në Burg, dhe e kanë fut Kosovën në kushtetutë Serbisë që shosët. Ajo i bjen si një vend agresori e pushton dhe në kushtetutë vetën e fut si pjesë vetën, që shë ka fut Putini, ato krahinat lindore të Ukrainës, Luhansk, Donetsk, Crimea, si ka fut kushtetutën e vetë. Serbia që ashtu ka vepru me Kosovën, por ajo ka qenë e dhunshme. Dhe, kur ka vendos plani Ahtisarit, që Kosova i plotson kushtet mu shpall shteti i pavarur, e ka pas parasysh që me gjendjen e fundit legale që ka qenë kushtetuta 74-shës, Kosova e ka pas identitetin e vetë kushtetues si element përbërës i federatës dhe jo si pjesë e Serbisë, ai status u shkel me dhunë, prandaj drejta ndërkombëtare as nuk e pranon gjendjen e imponuar me dhunë, dhe Kosova është shpall shtet. Jo veç që e kemi dashur në, po që ashtu është vlerësue, e ka vlerësu ky Komisioni Ahtisarit, që ka qenë një njeri me përvojë botnore për zgjedhjen e këtyre çështjeve. Ashtu që mas Vučićit kushdo që vjen, mundet me pa hëndër për Kosovën, për arsynet mrenshme mundet lap me thonë Kosova është Serbi, po Kosova nuk është Serbi, as nuk do tjetë kur, koha po ecë përpara. Po, zotri Vllasi, të falenderoj shumë që ishe sot pjesë e emisionit Mesditë dhe të gjitha këto analiza. Shumë faleminderit. As do që e zgatë, ma. Jo, mjaftueshëm ishte. Faleminderit shumë. Gjitha këto analiza do të shërbejnë edhe do të jeni pasqyre pak më e qartë për shikuesit lidhur me atë se çfarë po ndodh në vend dhe jashtë tij. Ne të falenderojmë shumë edhe një herë për kohën, ndërkaq nga këtu Dorentina na duhet të shkëputemi fare pak për të rikthyer më pas për të diskutuar një temë tjetër, si rrjedhoje motit të nxehtë, është reduktuar orari punës në disa gjykata.
Jemi kthyer kështu në këtë pjesë të dytë, ku edhe siç e paralajmëruam, do të flasim mbi reduktimin e punës në Pallatin e Drejtësisë, saktësisht gjykata themelore në Prishtinë dhe ajo supreme për shkak të temperaturave të larta brenda Pallatit të Drejtësisë kanë ndërmarrë disa masa. Ato kanë vendosur që të reduktojnë orarin e punës nga ora 8 deri në orën 14. Shërbimet administrative sipas tyre do të mbeten funksionale edhe pas orës 14, vetëm me staf të kufizuar. Sipas rotacionit të përcaktuar nga udhëhecit përkatës, seancat gjyqësore, të cilat janë të caktuara pas orës 14, do të zhvillohen sipas orarit të parapar, përveç rasteve kur gjyqtari i rastit apo trupi gjykues vlerëson se kushtet e punës nuk e lejojnë mbajtjen e tyre. Stafi i gjykatës themelore në Prishtinë, të cilët janë të diagnostifikuar me sëmundje kronike, lirohen nga puna nga ora 12 dhe këto masa thuhet se janë të përkohshme dhe do të vlerësohen në mënyrë të vazhdueshme, duke mundësuar zgjatjen apo ndryshimin e tyre varësisht nga zhvillimet klimatike dhe vlerësimet e menaxhmentit të gjykatës, dhe masat thuhet se janë të aplikueshme dhe do të zgjasin deri me 25 korrik 2025 me mundësi pastaj rishikimi. Ndërkohë, për të diskutuar mbi atë se si mund të ndikojë kjo në proceset gjyqësore, duke qenë se me këto masa sigurisht do të ketë edhe shtyrje të seancave gjyqësore. Për këtë do të bisedojmë në këtë studio me Ardian Bajraktarin, avokat. Zotri Bajraktari, mirë se erdhe në këtë studio. Faleminderit për ftesën. Ndërkohë me neve është edhe Flamur Kabashi nga IKD. Flamur, faleminderit që je sot me ne. Faleminderit për ftesën. Një problem të cilin e kemi parë tash e disa vite, po them ndoshta edhe qysh prej fillimit të funksionimit të atij institucioni dhe pas ndërtimit, pse zotri Bajraktari po vazhdon ky problem dhe me gjithë këto vite nuk është ndërmarrë asgjë, megjithse ne edhe ashtu kemi vonesa të lëndëve gjyqësore që shkojnë me vite, po të kemi pastaj edhe reduktim të orarit dhe shtyrje, çfarë do të ndodhë pastaj? Fillimisht do të thënë që stafi udhëheqës i gjykatës themelore të Prishtinës, i gjykatës supreme, siç u tha, por kam përshtypjen që këtë linjë do të vazhdoj edhe gjykata e apelit dhe gjykata komerciale, kanë vepruar në bindjen time si pëndhënës të mirë, për faktin se vërtet kushtet janë jashtëzakonisht të rënda në këtë periudhë, për fatin absolutisht të keq dhe natyrisht si rrethana e papranueshme është që ky problem po përsëritet ndër vitesh, ka shpërfaqur natyrisht neglizhencën e institucionit përgjegjës për të ndërmarrë veprime në drejtim të adresimit të këtij problemi. E duhet me thonë që në krye të herës se institucion përgjegjës për mirëmbajtjen e objekteve të institucioneve të nivelit qendror është Ministria e Përgjithshme ish administratës publike, tash Ministria e Punëve të Brendshme, dhe në këtë drejtim, me sa u informuam bashkë me kolegën Kabashi, tashmë kemi edhe një vlerësim nga ana e inspektoratit për të parë gjendjen në të cilën funksionon Pallati i Drejtësisë dhe mos ndërmarrja e këtyre veprimeve për kaq vite, natyrisht që në bindjen time përbën bazë edhe për iniciimin e procedurës penale për personat përgjegjës, siç ka kërkuar me sa pas dje dhe kryesuesi i Këshillit Prokurorial, se vërtet kur kemi parasysh faktin që një gjë e tillë është e përsëritur, atëherë natyrisht pasojat tashmë janë evidente në disa drejtime. Para kemi pas ndër vite persona të cilët edhe ka pas të tillë që janë alivanos, kanë pas probleme të natyrës shëndetësore. Pastaj natyrisht impakti është edhe ai sa i përket mbarvajtjes së punës së sistemit gjyqësor, pengimi i qytetarëve në realizimin e të drejtave të tyre. E gjitha këto në bindjen time përbëjnë bazë të mjaftueshme që për ta filluar një proces në të cilin do të rezultojë se gjithë ata që është dashur me ndërmarrë veprim brenda përgjegjësive të tyre ligjore nuk i kanë ndërmarrë. Kjo në mas të konsiderueshme është njëra prej pengesave në punën dhe mbarvajtjen e sistemit gjyqësor, edhe ashtu sistemi ynë gjyqësor vazhdon me qenë bukur i sfiduar me ngarkesë të lëndëve, e ndonjëherë edhe si rezultat i mos veprime ose veprimeve të paduhura të institucioneve siç është qeveria se kuvendi së fundmi, i cili si rezultat i mos veprimeve për shkak të ndryshimeve ligjore të ligjit të pagave ka rezultuar me mira padi. Kështu që gjitha këto besoj që janë absolutisht të papranueshme dhe nuk duhet të neglizhohen dhe përgjegjësit duhet të marrin atë që e meritojnë. Ndërkohë, zotri Kabashi? Po, atëherë realisht gjendja në Pallatin e Drejtësisë, për me sqaruar fillimisht, Instituti i Kosovës për Drejtësi bën monitorimin sistematik të punës
së gjyqësorit. Dhe ju e dini dhe më jemi- mirë, ndonse edhe Bajraktarit i bie që të ketë seanca aty, por juve që e Jo, se ka monitoroni për dhe jeni aty, po, ju jeni çdo ditë aty, dhe ndoshta mund na shpjegoni edhe më mirë situatën reale që është aty. Po, atër Instituti i Kosovës për Drejtësi, siç nisa thoja, bën monitorimin sistematik të punës së sistemi gjyqësor prokurorial dhe punës të institucioneve të drejtësisë përgjithësi, dhe nga monitorimi që jemi duke bërë për ditë në sistemin e drejtësisë, konkretisht në pallatin e drejtësisë, konkretisht të seancave gjyqësore që mbahen në sallat e gjykimit, kushtet janë të tmerrshme. Temperatura në sallat e gjykimit rrin deri në 32 gradë brenda. Nuk ka ajrosje, nuk ka dritare, dhe domethënë ty bëhet përshtypja se ko pas ko ti e fillon në veten një ngulfatje. Për këtë arsye këto kushte janë sinqerisht të tmerrshme dhe nuk e di se si ata punëtor të pallatit të drejtësisë që janë në numër shumë të madh, po i bëjnë ballë këtyre temperaturave dhe këtyre kushteve. Mbi kënd ndoshta bie përgjegjësia për këto kushte, sepse Dorantina përmendi gjithashtu edhe Bajraktari pak qaseshe, është një problem i kamotshëm, nuk është diçka e re e cila ju zë pa përgatitur një sezon verore, është problem që përsëritet. A do të mbajë dikush përgjegjësi? Fillimisht me sqaru një kështu në përgjithësi, Pallati i Drejtësisë domethënë menaxhohet nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe domethënë në tërësi kontratat të cilat i mbikëqyr Ministria e Punëve të Brendshme janë me kontraktor pikërisht autoritetin kontraktues Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe autoritetet tjera private për mirëmbajtje të pajisjeve të ndryshme brenda Pallatit të Drejtësisë. Dhe nga ajo çka kemi mujt me kuptu edhe nga komunikimet zyrtare që kemi pas si institut, edhe përmes publikimit të raporteve dhe përmes publikimit të lajmeve, kemi mujt me kuptu dhe kemi mujt me sqaru që nga përgjigjet që janë dhënë nga gjykata dhe nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës që është përgjegjësia totalisht e Ministrisë së Punëve të Brendshme, e cila menaxhon me Pallatin e Drejtësisë. Dhe vazhdimisht Këshilli Gjyqësor, gjykatat që funksionojnë në Pallatin e Drejtësisë, domethënë objektet në cilat gjykatat që janë të vendosura në Pallatin e Drejtësisë, vazhdimisht sipas tyre kanë dërguar njoftime dhe sqarime se temperaturat janë jashtëzakonisht të larta gjatë dimrit, duke mbërritur deri në 34 gradë dhe jashtëzakonisht temperatura të ulta gjatë dimrit, duke sqaruar që nuk funksionon klimatizimi. Sipas tyre vazhdimisht është njoftu Ministria e Punëve të Brendshme, e cila, po them edhe një herë, është autoriteti kontraktues dhe i menaxhon kontratat me autoritetet private për funksionimin dhe mbarvajtjen e punës brenda Pallatit të Drejtësisë. Dje, po sqarojmë edhe një herë për ju, domethënë IKD-ja bën edhe monitorimin sistematik edhe të Këshillit Gjyqësor dhe të Këshillit Prokurorial, përfshin edhe Asamblenë e Kryetarëve të Gjykatave dhe në takimin që ka pas dje Asambleja e Kryetarëve të Gjykatave dhe gjyqtarëve mbikëqyrës, kryesuesi Zoga e ka sqaruar shumë qartë që në rast se është e nevojshme, ne do ta ndërprermë në tërësi punën në Pallatin e Drejtësisë. Sepse ti nuk mund ta rrezikosh nuk mund ta rrezikosh jetën edhe shëndetin e punëtorëve. Gjatë kësaj kohe është bën ndonjëherë përpjekje për të evituar ky problem? Po, është sqaruar dje nga drejtori i sekretariatit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës që vazhdimisht kanë dërguar kërkesa në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe nuk kanë gjetur me një farë forme përgjigje në praktik, në teren për përmirësimin dhe sanimin e gjendjes. Po, dhe kemi... Gjendja nuk ka ndryshuar fare, nuk ka investime, nuk ka zbatim të kontratave, apo siç i sqarojnë vetë Këshilli Gjyqësor i Kosovës, domethënë nuk ka përmirësim të gjendjes reale. Dhe për këtë arsye, kryesuesi Zoga i Këshillit Gjyqësor të Kosovës bëri edhe thirrje që të fillohen hetimet në drejtim të konsumimit të ndonjë vepre penale, konkretisht përdorimit të tyre, sipas tij përfshi edhe postet më të larta brenda ministrisë, sepse realisht kur ti njoftohesh me një numër të jashtëzakonshëm të emailave nga Këshilli Gjyqësor, nga gjykatat, për gjendjen cilën po mbizotron në Pallatin e Drejtësisë dhe nuk po mirën veprime konkrete praktike në sanimin e gjendjes, sepse ne kemi mundësi kontrata emergjente, domethënë lidhjen e kontratave emergjente për përmirësimin e gjendjes, nëse s'ndërmirën këto veprime, realisht dërgojnë në përgjigje që po bën diçka e qëllimshme. Dhe për këtë arsye prokuroria duhet që të ndërmarrë veprime dhe të shohë të filloj hetimet nëse po konsumon ndonjë vepër penale, siç e tha dhe kryesuesi Zogaj në Asamblenë e Kryetarëve të Gjykatave dhe Gjyqtarëve mbikëqyrës. Po them edhe një herë sinqerisht, gjendjen në cilën ndodhet Pallati i Drejtësisë e përjetoj vetë,
si monitorues. Dhe gjendja është jashtëzakonisht e tmerrshme, e keqe. Do thonë, ti ke ngulfatje në sallat e gjykimit, ke ngulfatje në zyrën e gjyqtarëve. Do thonë, ti e sheh zyrtarin duke u gjersit. Do thonë, ajo është duke qëndruar në vendin e punës, duke i kryer Dhe çfarë pune realisht mund të kryet pastaj në ato... Dhe ai vazhdon dhe e shet djersitin e tij. Dhe sinqerisht kjo është e dhimbshme dhe kjo është e tmerrshme. Në vitin 2025 ta kemi këtë gjendje. Po them edhe një herë sinqerisht, IKD-ja ka monitoruar në mënyrë dhe monitoron vazhdimisht punën dhe nuk është kjo gjendje si vjet. Dhe nuk është kjo gjendje vetëm këtë vit. Kjo gjendje vazhdon për një periudhë të gjatë. Dhe po them edhe një gjatë tillë. Edhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës, edhe gjykatat, ndoshta është dashur edhe më herët ta sensibilizojnë kërkesën e tyre. Ndoshta është dashur edhe më herët ta ngrisin zërin. Domethënë, kërkesën e tyre ta sensibilizojnë në mënyrën jashtëzakonisht më të madhe të mundshme. Ta bëjnë me dije. Por megjithatë, për publikun që përgjithësia nuk është e jonja. Ndër vite ka pasur, sepse teksa edhe dje po e kërkoja informacione shtesë dhe mbi atë se si ka qenë problemi edhe më herët, pash raportime para 9 viteve që janë ankuar për problemin e njëjtë, të shkojnë 9 vite pa u bërë asgjë, kjo sigurisht është alarmante. Dje nga kryetari i gjykatës komerciale. Përveç, po e citoj si tha, përveç ta që kemi temperaturat të larta, ka dhe mungesë të ujit në këtë gjykatë. Gjykata komerciale ka dhe mungesë të ujit, që është elementare. Dhe pastaj, të ipen dhe të bën kërkesa drejt sistemi gjyqësor për përmirësimin dhe për avancimin dhe për zgjidhjen e numrit të klientëve, kjo është absurde dhe pakuptueshme. Kur ti nuk i ke kushtet elementare për punë, është absurde dhe totalisht e papranueshme për pushtetit ekzekutiv me kërku përgjegjësi dhe punë më shumë prej sistemi gjyqësor të Republikës Kosovës. Po çfarë edhe një herë, kemi pasur rastin e masakrës së Mehës. Kanë qenë dikun afërsisht 120 palë në procedurë, sepse janë 50 të akuzuar. Domethënë është numri jashtëzakonshëm i personave dhe unë personalisht kam qenë dëshmitar, nuk e keni idenë çfarë kushte është mbajtja e seancës. E kemi pas aksionin me 22 të arrestuar, qielli i thyer. Deri një të mesnatës. Nuk e di unë ç'është, nuk mund ta merrem me mend se si është mbajtja e procesit. Ka pas raportime për Alivanosje. Domethënë kjo është gjendje e jashtëzakonshme. Sinqerisht është për keqardhje në këtë kohë, në këtë vit të flasëm për një zhvillim që është jashtëzakonshëm si hov teknologjik me folna për këto kushte. Çfarë ndodh që të thellohemi edhe pak në rastin kur dikush alivanoset në një seancë shkaku i këtyre kushteve? Çfarë ndodh pastaj, ndërpritet seanca? Absolut, seanca ndërpritet, normalisht nëse personi domethënë është palë në procedurë, prezenca e tij është esenciale. Normalisht ndërpritet seanca sepse ai mund të jetë avokat. Dhe pa mungesën pa prezencën e avokatit nuk mund zhvillohet gjykimi. Unë jam prezent edhe kur ndërprehen gjykimet. Do të mban 20 minuta, 30 minuta, një orë dhe ndërpritet. 5 minuta me marr pak frymë, sepse ti nuk mundesh edhe frymë me marr. E kuptueshme. Zoti Bajraktarit, me qenë se po flasim për vështirësitë me gjasë në të kaluarën, po edhe tash jeni të pranishëm dhe ekspozoheni temperaturave të tilla të cilat i përmendje dhe zotri Kabashi, e që po shojnë deri në 32 brenda dhomave, seancave, ndoshta edhe më shumë. Sa e vështirë është realisht të funksionohet më pas, të bëhet punë produktive për juve personalisht? Absolutisht është e pamundur të kryhet punë as minimalisht produktive për faktin se siç dihet, domethënë si rezultati kësaj gjendje, kësaj temperature, natyrisht mund nga koncentrimi e siç u tha, mund të shkojë deri në alivanosje. Prandaj natyrisht që për aq kohë sa organet e tjera që janë të mandatuar me ligj për me kryer detyrat e veta nuk i bëjnë as minimalen e asaj në drejtim të përmbushjes së kritereve ose kushteve elementare për një punë normale, se kërkohet rritje e performancës, natyrisht që është absolutisht e papranueshme. E siç e thash, kur kihet parasysh fakti që ky problem tashmë është ndër vite, atëherë pashmangshëm që përbën bazë për iniciimin e procedurës penale në lidhje me personat përgjegjës, pse nuk i kanë ndërmarrë këto veprime me kohë, pse si rezultat i shkafit nuk i kanë ndërmarrë këto, kush i ka penguar ato, edhe natyrisht për faktin se pasojat po dihen, pasojat janë e para në drejtim të shkaktimit ose vështirësisë në gjendjes shëndetësore të stafit dhe personave të tjerë pjesëmarrës në procedurë, por natyrisht janë pasoja edhe në drejtim të mos funksionimit të duhur
të njerit prej institucioneve të rëndësishme të vendit dhe shtyll e sistemit të drejtësisë që është gjykata. Prandaj, absolutisht është e papranueshme, është gjendje e vështirë, e pamundur për më kry punë e as më tepër punë efikase, punë efektive, cila natyrisht që nevojitet koncentrim prej palëve në procedurë, sepse ndonjëherë janë finesat, janë nuancat ato që e bëjnë diferencën në drejtim të marrjes së një vendimi të drejtë dhe të bazuar në fakte. Prandaj është absolutisht përkeqësare dhe absolutisht e papranueshme. Po, desha të përfshijmë edhe në një, domethënë gjatë në këtë temë, çështja e temperaturave dhe kushtet e punës në Pallatin e Drejtësisë. Nga ajo çka kemi mujtë me kuptuar gjatë monitorimit, Këshilli Gjyqësor i Kosovës bashkë me Këshillin Prokural është në fazën e lidhjes së një memorandumi të bashkëpunimit me Ministrinë e Punëve të Brendshme që përgjegjësinë për menaxhimin e Pallatit të Drejtësisë ta merr, domethënë ta marrin dy këshillat, Këshilli Gjyqësor respektivisht Këshilli Prokural, sepse në objektin C është vendosur Prokuroria Themelore në Prishtinë dhe Prokuroria e Apelit. Domethënë, për këtë arsye përfshihet në këtë situatë edhe Këshilli Prokural i Kosovës apo sistemi prokurorial i Kosovës. Dhe nga ajo dhe nga diskutimi që kemi mujtë me pa dhe gjatë asamblesë së përgjithshme të kryetarëve të gjykatave dhe gjyqtarëve mbikëqyrës të degëve të gjykatave, është që memorandumi po shkon në drejtimin e asaj që okay, po merreni menaxhimin, por merreni kaq paron 100.000 euro për menaxhim, ndërkaq nga vlerësimi që bëhet i kontratave të nënshkruar midis operatorëve ekonomik dhe autoritetit kontraktos Ministrisë së Punëve të Brendshme, vlera për mirëmbajtjen e Pallatit të Drejtësisë arrin deri në 1 milion euro në vit. Ndërkaq gjatë memorandumit çka i pët si ndihmës nga Ministria e Punëve të Brendshme është një vlerë mbi 100.000 euro. Po thonë kjo është, domethënë kjo s'ka logjik. Dhe është tërësisht e papranueshme dhe realisht ti mund të kuptosh që ky memorandum po shkon drejt dështimit. Sepse ti e din sa është kosto e mirëmbajtjes vjetore, nuk e miraton kërkesën buxhetore në tërësi të Këshillit Gjyqësor të Kosovës mbi nevojat e veta, nuk e miraton kërkesën buxhetore të Këshillit Prokural të Kosovës dhe nuk ndonë një të shtesë sa parashihet për mirëmbajtjen e Pallatit, por në anën tjetër dëshiron t'i kalosh përgjegjësinë Këshillit Prokural dhe Këshillit Gjyqësor. Kjo është mundu më të bën ashiqare, domethënë budall që thojmë kështu. A ka gjasa me marrë Këshilli Prokural? Po nuk mundet me marrë Këshilli Gjyqësor dhe Këshilli Prokural i Kosovës me 120.000 euro, 130.000 euro, kur kosto e mirëmbajtjes po them është 1 milion euro. Nëse e marrë, do të më marrë atë sa kushton kosto e mirëmbajtjes. Tani çështja e pat kërkesë për vendosje të klimatizimit nga ana e Këshillit Gjyqësor dhe u sqarua nga ana e drejtorit sekretariatit të Këshillit Gjyqësor. Nuk mund të vendosen klima individuale sepse struktura e Pallatit të Drejtësisë sipas drejtorit nuk e lejon. Thonë forma se si është ndërtuar Pallati të Drejtësisë është sipas tij e pamundshme të vendosen klimat individuale. Po, sepse ka klimatizim brenda për brenda dhe krejt sipas tij çka thot ai duhet të investohet në tubin qendror të klimatizimit, sepse klimatizimi është i brendshëm. Pra për këtë arsye, punëtorit të sistemit të drejtësisë, zyrtarit, ligjor, bashkëpunëtorit profesional, përkthyesve, personave teknik punëtor që kanë kontrata me sistemin gjyqësor dhe sistemin prokural nuk i interesojnë ku ka mund të hyjë dhe në cilin top ka mund të hyjë. Ati interesojnë kushtet e punës. Së paku minimale. Kushtet e punës së paku minimale dhe pastaj kërkimi përgjegjësisë nga ana e njëjtit. Kërkimi i rritjes performancës nga i njëjti. Shikoni, ne kemi pas nismë nga kjo qeveri në drejtim të nisme ligjore që me përfundu land në kohë caktune. Land në penale kaq afat kohor, land civile kaq afat kohor. Më kanë qenë një tendencë në kuadër të pakove për reformën zgjidhore ka qenë edhe ky ligj. Dhe tash ti kur si plotson kërkesat minimale punëtorëve të sistemit të drejtësisë. Dhe të njëjtën kohë me një ligj që tentuar me caktua afate kohore për zgjidhje të landëve, kur punëtori në Pallatin e Drejtësisë e ki tu djersit në zyre, kjo është tërësisht e papranueshme dhe pa logjikshme. Si ka ndikuar ndër vite pastaj zotri Kabashi kjo? Ka pasur shumë shtyrje sepse kjo na pret edhe këtë vit, pra si ka ndikuar gjatë viteve të kaluara, ka pasur shumë shtyrje të normalisht kjo ndikon në ekonomizimin e rastit. Thonë nuk ndryshe është kur e zhvillon një gjykim nga ora 9:30 deri në ora 12 pa ndërprerje, e ndryshe kur e ndërprejnë 5 herë. Në atë shumë kemi ditë që procesi ka më prolongu, ka më shumë ma ngadalë. Dhe pastaj te ki akuza së ngrit
u vënjum akt akuza në këtë rast, së ngrit akt akuza në këtë rast, jo që 10 vite akt akuza në këtë rast, pa dasht me eliminu përgjësit dhe pa dasht me eliminu me një farforme, dhe më thënë shkeljet, ose me një farforme problemet që i ka sistemi gjyqësor dhe sistemi prokurar, sepse për to ne vetë raportojmë dhe do më thonë shkeljet që i bojnë vetë i qesin publik dhe i njoftojnë publikun për prolongim të rasteve të caktuara. Mirë po ne po flasëm për kushte elementare. Pastaj kërkim të përgjithësisë nga dy sistemet, sistemi gjyqësor dhe sistemi prokurar. Dhe a presni që një problem i tillë sanohet, evitohet në një të ardhme të afërt apo të paktën edhe kjo verë do t'i gjej seancat në temperatura të tilla? Kemi hyrë në korrekt. Do se po paralajmërohet që mos të tjetë për dimër do të ishte optimale. Edhe një? Po sepse Nëse do të rregullohet çështja së paku për kohën e dimrit, atëherë në sepse binë problemi do është të ishte 2 herë në optimale, ndërsa po vit. Dimri të shumë ftohtë dhe verës është shumë nxehtë. Sepse edhe gjatë kohës së dimrit realisht përballeni me probleme. Temperatura minus. Ti ke ngrirje totalin sa gjykimit. Pra i bie që ai tubi që e përmende i klimatizimit nuk ka funksionuar asnjëherë. Nuk më themi ka funksionuar një herë. Ai s'është të funksionu. Që sa vite nuk është të funksionu. Po. Sa herë prej kurit, për cilës periudhë duhet me pas një sqarim të paktën prej ministrisë. Sepse sa kërkesa dërgohet, qoftë jam i bindur dhe nga mediumët është dërgu përfshi dhe mediumin tonë. Ne vetë personalisht kemi dërgu kërkesë për informata kanë dërgu mediumet e tjera, të paktën me dhani sqarim. Me dhani sqarim se si është situata dhe atë do të ndërmirën veprime. Unë po du me besu që shumë shpejt ka më përmirësu kjo situatë, ndoshta brenda jave, sepse ti jem në fillim të muajit korrekt. Dhe i kemi dhe muajin gusht. Pavarësisht këshillit që kanë nxjerrë një vendim për pushimin blok gjatë verës dhe dimrit, ti kemi pas seanca të natyrës urgjente që kanë mbajt. Kur ke një seancë për kërkesë për paraburgim, për një numër të caktuar të personave, ti duhet me mbajt atë seancë. Ti duhet me mbajt kujdestarin. Dhe çush me mbajt atë seancë me çto kushte? Nuk e di se si, unë sinqerisht nuk e kuptoj dhe nuk e di se çush janë të punu ata punëtorët në pallatin e drejtësisë. Sa realisht dëmtohen qytetarët me këtë pikë Ardian për shkak se kur vonohen seancat, vonohen vendimet, avokatët duhet paguen, Absolutisht dëmtohen qytetarët realisht. Absolutisht dëmtohen në instancë fundit qytetarët, sepse e para nuk e marrin verdiktin drejtësinë brenda një afati të arsyeshëm, se është njëra prej parimeve bazë, mbi bazën e cila funksionon sistemi i drejtësisë dhe siç dihet sistemi ynë i drejtësisë me thënë specialisht ai gjyqësor vuan mbrej ngarkesës në lëndë dhe sërgjatjes së proceseve gjyqësore në përgjithësi, prandaj këto vetëm sa e shtojnë e rëndojnë situatën edhe më tepër për faktin se zbaritën procedurat, shtyhen seancat, nuk mbahen me kohë, e kjo natyrisht është barë edhe në instancë fundit qytetarët e paguajnë fakturën, e paguajnë damin në disa forma, edhe në drejtim të kompenzimit të atyre që paguan përkatësisht avokatëve, por në instancë fundit nuk e marrin drejtësinë, nuk e marrin verdiktin gjyqësor brenda një afati të arsyeshëm. Ndërkohë, sa i përket kësaj pjese, besoj që veç se e sqaruam gjithatë, presim që sigurisht të ketë të përmirësohen kushtet në çfarëdo mënyre që ata e shohin të arsyeshme, për të mos u përballur pastaj sigurisht me të njëjtat që jemi përballur tash, po them, po e rrumbullaksoj 10 vite, edhe pse nuk po e di sakt nëse ka filluar edhe para 10 viteve të jenë këto ankesat punonjësve aty. Megjithatë, do t'ju lusja që të qëndroni edhe pakës me neve në këtë studio, pasi do të bisedojmë edhe për një çështje tjetër, një rast të blend që kemi pasur. Një rast i cili ka ndodhur dje e që bëri buj Dorentina në media, e më pas edhe u reagua shpejt, bëhet fjalë për 3 zyrtarë policor të cilët janë arrestuar të hënën në ndyshimin se kanë kryer veprën penale keq trajtim gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare ose autorizimeve publike. Sipas IPK-s, rasti për cilin dyshohen të përfshirët ka ndodhur me 28 qershor në rrugën Ismail Çemajli në qytetin e Klinës, përkatësisht në oborrin e shtëpisë së një qytetari gjatë arrestimit të tij. Me urdhër të prokurorit të shtetit, 3 të dyshuarit janë ndaluar për 48 orë, thuhet në njoftimin e dhënë nga IPK. Si pot
rastin e djeshëm, videot ne nuk i shfaqëm sot për shkak të ndjeshmërisë cilën e posedojnë edhe po besoj që qytetarit kanë parë mjaftueshëm janë gjithandej në rrjetet sociale. Të nisim me zotrin Bajraktari. Sa kanë të drejtë policët të ushtrojnë dhunë ndaj një qytetari në oborrin e shtëpisë tij, edhe në momentet kur siç shihet në pamje ai nuk duket se refuzoi arrestimin e tij, duke ju vendos probleme shtesë. Absolutisht me sa është parë, është te kalimi autorizimeve, është dhunë jo proporcionale për faktin se i njëjti me sa vrejet së paku në video nuk ka asnjë rezistencë, për më tepër ndaj të njëjtit vetëm janë të vendosura prangat, prandaj nuk ka asnjë rrezik për zyrtarët policor dhe në rrjetet e kësaj unë vlerësoj që ka bazë absolutisht të mjaftueshme për iniciimin e procedurës penale për te kalim të autorizimeve dhe për më tepër ka përshtypjen që edhe rrethon tjetër po ashtu është në rast se është e vërtet kjo, se u tha që të njëjtit kanë deklaruar paraprakisht para organeve të zbatimit të ligjit se nuk kanë ndërmarrë një veprim të tillë, mirë po që pastaj pas publikimit të video kjo vetëm u argumentua kundër ata. Prandaj duhet inkurajuar organet të zbatimit të ligjit, prokurorin e shtetit në rastin konkret, që të vazhdoj me punën e tij në drejtim të veprave penale për cilat natyrisht të njëjtit me aq sa kemi pa për herë po flasim, duhet me u mbajt përgjegjës dhe do rëndzemër këtu ndoshta është jashtëzakonisht mirë me inkuraju dhe me duart rokit edhe rolin e medias, sepse pikërisht roli i medias duke i shpërfaq këtu në opinion bëri që ndaj të njëjtit tashmë të ndërmirën masa të shqiptohet fillimisht urdhri ndalues nga ana e institucioneve në pritje për të proceduar tutje çështja penale. Kabashi? Po, atëherë, realisht video e cila ka qarkulluar tje është shqetësuese. Instituti i Kosovës për drejtësi ka monitoruar raste të policëve pranë gjykatës dhe realisht ka një numër të konsideruar të rasteve të cilët policët po akuzohen për keq trajtim gjatë detyrës zyrtare. Ajo çka po duhet të them është që institucionet e Republikës Kosovës që gëzojnë autorizime publike për ndërmarrje të veprimeve duhet të ndërmarrin veprime dhe janë të detyruar të ndërmarrin veprime edhe përkundër faktit që nuk raporton një medium për një dukuri në çështje të caktuar. Sepse nuk është mirë të ndërtohet kulturë dhe të bëhet kulturë në institucionet e Republikës së Kosovës që të raportohet fillimisht dhe pastaj për të njëjtin rast të ndërmiren veprime konkrete. Kultura e mirë në institucione është ndërmarrja e veprimeve pavarësisht a raportohet ose jo. Qoftë për temperaturën në Pallatin e Drejtësisë, qoftë për këtë situatë apo situata të tjera. Edhe në fakt rastet e tilla nuk ishin të pakta sepse në momentin që desha të shopomit dhe të marrë më shumë informacione lidhur me atë se çka ndalojmë në dy fjalë kyçe nëse shkuan rraja qytetarit nga policët, vërshojnë lajme të tilla të ndodhura gjatë viteve. Unë thash, fenomen. Si institut ne kemi monitoruar raste të tjera. Nuk është ky rast i vetëm. Po. Për këtë arsye, realisht tash procedura e cila pritet të zhvillohet ndaj policëve, normalisht është një procedurë hetimore, ku lidhen provat fajsuese dhe shfajsuese për të njëjtit. Unë sa mujta me dëgju nga video nuk ndëgjoj zëri dhe komunikimi mes tyre. Sa mujta me kuptu ka pretendime nga ana e policës që ka pas fyrje nga ana e individit. Por gjithsesi po flasim edhe një herë. Prokuroria në rastin konkret, po pikërisht, në rastin konkret prokuroria është e detyruar dhe ka autorizimet që të mbledh të gjitha provat fajsuese dhe shfajsuese që të vinë në përfundim sa ka pasur keq trajtim gjatë detyrës zyrtare dhe është përfshinj dhe është kryer ndonjë vepër penale. Nga ajo që kemi pa, realisht personit fillojnë të vinë prangat dhe fillojnë goditjet. Që të janë realisht me një opinion thjesht një qytetari pa pas nevojë me qenë ekspert i çështjes e kupton që ai po i te kalon autorizimin. Ndoshta zoti Bajraktari mundet me shpjegu pak më mirë edhe këtë pjesën se edhe në momente në rast se po supozojmë ne nuk i kemi dëgju, është fy një zyrtar policor prej personit në fjalë. Arsyeton ajo veprimin e policëve? Absolutisht me durimin e dhunës e thash është jo proporcionale, sikur do të kishte rezistencë ndaj arrestimit, ata do të mund ta përdorin një forcë proporcionale në drejtim të lokalizimit dhe arrestimit të tij, mirë po me sa kemi po absolutisht nuk ka supoku rezistencë aktive fizike
por edhe si kur të kishte ajo kushtimisht me thonë proaktiviteti i policisë në drejtim të lokalizimit në momentin e vendosjes së prangave duhet të përfundoj, ndërsa në asnjë formë, pavarësisht eventualisht ndonjë fryrje ose ndonjë shprehje të papranueshme, nuk e justifikon përdorimin ose ushtrimin e dhunës ndaj kujt. Në këtë rast çka mund të jenë pasojat për policë? Vetëm një suspendim? Po, vetëm një suspendim. Jo, vlerësoj që siç u tha ka bazë edhe për vazhdimin e metodikshëm të procedurës penale, sepse me sa kemi pasi që thash është forcë jo proporcionale, prandaj kemi të bëjmë te kalimin të autorizimeve dhe rrjedhimisht ka bazë edhe për vazhdimin e procedurës penale ndaj tyre. Dhe, domethënë, edhe një çështje që duhet me pas parasysh institucionet e Republikës Kosovës, konkretisht institucionet që i rekrutojnë këta policë. Duhet shikuar, realisht gjatë këtyre viteve kemi pa një rekrutim të policëve, gjeneratave të shumta të policëve, dhe në rast se duhet me besoj dhe po shpresoj që bëhen analiza dhe duhet me bë analiza, mëna për mëna policisë Republikës Kosovës, me i pa realisht sjelljet e policëve, ankesat, numrin e ankesave të qytetarëve kundrejt policëve, dhe në rast se ka nevojë me bën një analizë dhe një ndryshim të trajnimit apo të programit fillestar për policë. Po, këtë herë u kap nga kamera, po çfarë nëse nuk pikërisht këto po do të thonë, çka thonë? nëse nuk kish pas kamera aty? Dhe çka nëse rasti nuk kish bë mediatik, ai kish pas këtë përgjigje. Për këtë arsye po duhet me thonë dhe e thash në fillim të herës, më thonë fillim kur pyetët e nisa me ato që institucionet tona të ndërtojnë kulturë në ndërmarrjen e veprimeve dhe autorizimeve pavarësisht a raportohet apo jo. Pavarësisht a njoftohet opinioni publik dhe a raportohet nga opinioni publik. Sepse nga njerë po e kam bindjen se po duhet me raportu për një dukuri, pastaj me ndërmarrë veprime, që kjo nuk është në rregull. Kjo nuk është në rregull sepse ti realisht mundesh me pa një ngjarje që mundet me ndodh, po sa mundet më provu ajo në mediume të caktuara sepse ka kriteret të caktuara për publikim, për hulumtime të caktuara. Dhe për këtë arsye, institucionet tona publike që gëzojnë autorizime publike e kanë detyrën dhe i kanë përgjegjësitë që të ndërmarrin veprime në raste të caktuara kur ka tejkalim apo shpërdorim të detyrave zyrtare me të cilët janë të mveshura këta zyrtar publik. Përfshi edhe një analizë nga ana e Policisë së Republikës Kosovës në ndikimin apo në ndryshimin e programit fillestar për policë. Sepse thash kemi pas një rekrutim të gjeneratave të konsiderueshme gjatë këtyre viteve, kemi mujt me pa që është pozitive, por duhet me pas parasysh programin i cili po zhvillohet për këta policë. A është adekuat? A është në rregull? Sa është ankesa e qytetarëve ndaj policëve gjeneratave të reja? Dhe pastaj varësisht për gjetjeve që bëhen nga analiza, të dilet edhe me rekomandime konkrete, qoftë direkt edhe ndryshimit të programit fillestar për policët. Inspektorati Policor i Kosovës, domethënë është institucioni që dërgon institucioni vetëm dhe domethënë që janë një të drejtën ligji të bëj kallëzime penale ndaj zyrtarëve policorë. Dhe për këtë arsye, edhe Inspektorati Policor i Republikës Kosovës duhet të inkurajohet dhe duhet të punojë në atë drejtim që a raportohet apo jo çështjet dhe kallëzimet penale në rast se kanë prova dhe standardet e kërkuar ligjor të dërgohen tek prokuroria për zhvillim të procedurave të më të thjeshme penale. Dhe kur një polic dënohet me një akshikim të formës së prerë, ai domethënë pasojat e tij dihen, ai e humbet vendin e tij të punës si polic sepse e ka si kriter që mos më qenë i dënuar për vepra penale, dhe ai automatikisht është i dënuar për vepra penale dhe nuk mund ta ushtroj profesionin e vet. Për këtë arsye, detyra e policit është sinqerisht një detyrë jo e lehtë, mirë po gjithmonë një detyrë e cila duhet të ushtrohet brenda autorizimeve dhe atë drejtave dhe ato çka ja lën ligji. Dhe për këtë arsye po duam të shpresu dhe po duam të uru që mu bën një analizë sapo ka ankesa ndaj këtyre policëve. Çfarë natyre po janë ato ankesa dhe me dalë me rekomandime konkrete nëse ka nevojë këta policë edhe mu trajnu. Sepse realisht kemi punë me policë secili. Mund ta kuptosh pak ashpërsinë e tyre dhe pak ndoshta jo atë komunikimin që realisht do të duhet me pas. Po, ndërkohë a do të shërbej kjo video e publikuar dhe ky reagim publik pastaj në vetëdijsimin po them ose në ashpërsimin e policëve me qytetarët? Kjo shkëndosh ndikoj pozitivisht në drejtim të rishikimit të qasjes. Mirë po, duhet besoj që kjo është një rrethon përjashtuese e sjelljes së policëve së paku në situata të tilla se të ngjashme,
se në rast se është fenomen natyrshëm, është shqetësuese. Mirë, po megjithatë jemi dëshmitar të një aktiviteti i bukur të madh në drejtim të asaj për çka natyrisht është i mandatum Inspektorati Policor i Kosovës, dhe jemi dëshmitar të raportimit thuajse mbi bazat e përditshme në drejtim të ndërmarrjes së veprimeve të tyre pra që kosa natyrisht të njëjtat i ka të përcaktuar me ligj. Prandaj duhet besoj që ky është një rast i izoluar dhe natyrisht ndërmarrja e veprimeve hetimore dhe zbarja e rastit komplet dhe nëse eventualisht edhe shqiptimi i masave adekuate ndërshkuese ndaj tyre të jetë një mesazh jashtëzakonisht i mirë dhe i qartë për gjithë zyrtarët policor që detyrat e tyre të kryejnë në pajtim me ligjin e asesi të mos shpërndarojnë në dëm të qytetarëve të vendit. Njëkohësisht edhe qytetarët e Republikës Kosovës, çdo qytetar që ka punë me policët e Republikës Kosovës dhe në rast të situatave të pakëndshme, në rast të situatave kur qytetari e sheh që polici po e keq trajton, po e keq përdor detyrën e vete, po ka sjellje jo korrekte dhe nga sjellje e cila logjika nuk ta pranon, normalisht të gjitha rastet duhet të raportohen. Fillimisht tek institucionet konkrete dhe pastaj normalisht edhe tek mediumet për raportim të rasteve në publik. Dhe në asnjë formë mos me lan, po e lan, nuk po raportoj, jo absolut. Në rast se logjika ta dërgon, një logjikë shëndosh, ta dërgon në drejtim të asaj që ky po e keq përdor detyrën. Në rast se logjika jote thotë që ky po i keq te i kalon autorizimet e veta, raportojnë rastin. Raportojnë rastin në Inspektoratin Policor të Kosovës, secili zyrtar policor i ka numrat e tyre të identifikimit dhe kjo as pak të mos shërbej si kërcënim për punën e policëve, por të shërbej si vetëdijsim që autorizimet e tyre të ndërmarrin brenda për brenda kuadrit ligjor që ja lejon. Dhe për këtë arsye, qytetarët të jenë sa më aktiv, të mos mjaftohen, të raportojnë dukuritë e tilla, qoftë me inqizime, qoftë me prova konkrete,